Komisioni Parlamentar për Financim dhe Buxhet ka filluar sot debatin për propozim buxhetin për vitin 2026. Të ardhurat totale në propozim buxhetin për vitin e ardhshëm janë projektuar në 374.7 miliard denar, shpenzimet në 413.9 miliard denar, ndërsa investimet kapitale në 40.5 miliard denar ose 650 milion euro. Rritja ekonomike është projektuar në 3.8%, inflacioni në 2.5%, ndërsa deficiti buxhetor në 3.5% të bruto prodhimit vendor. Ministria e Financave Gordana Dimitrievska Koçoska, duke elaboruar propozimin para komisionit, tha se buxheti synon rritje ekonomike, përmirësim të standardit të jetesës dhe nxitje të investimeve vendore dhe të huaja. Sipas propozimit të buxhetit, në vitin 2026 ekonomia pritet të përshpejtohet me rritje reale të PBB-s prej 3.8% e udhëhequr nga kërkesa e brendshme. Nxitësit kryesor do të jenë investimet bruto, si rezultat i zbatimit më intensiv të projekteve infrastrukturore, si dhe investimet në energji, hekurudha, bujqësi, arsim dhe mbrojtje shëndetësore. Konsumi privat projektohet të rritet për 2.6%, konsumi publik do të mbetet i moderuar me rritje prej 1.4% në drejtim të disiplinës fiskale, ndërsa inflacioni do të stabilizohet në rreth 2.5% në kushte çmimesh të qëndrueshme në tregjet ndërkombëtare. Ajo më tek ka shtuar se trendet pozitive do të reflektohen edhe në tregun e punës, ku pritet rritja e punësimit dhe rritja e pagës mesatare neto për 6.5% si rezultat i hapjes së kapaciteteve të reja të prodhimit, zgjerimit të atyre ekzistuese, si dhe masave dhe programeve aktive të punësimit të zbatuara nga qeveria. Për masa dhe politika aktive të punësimit, të cilat përfshin krijimin e programeve për vende të reja pune, mbështetje për të rinjt, personat me aftësi të veçanta dhe përfituesit e ndihmës minimale të garantuara, janë parashikuar 2.6 miliard denar. Investimet kapitale në vlerë prej 40.2 miliard denarësh përfshin projektet kyçe të transportit, energjetikës, arsimit dhe infrastrukturës shëndetësore. Fokusi i qeverisë është të sigurojë ritëm të përshpejtuar të zbatimit me qëllim modernizimin e vendit dhe përmirësimin e kushteve për qytetarët dhe ekonominë. Lidhur me huamarin, ministria theksoi se në vitin 2026 pritet shlyerje në kohë e plot e detyrimeve me vlerë prej 74.8 miliard denarve, ndërsa politika e ministrisë mbetet menaxhimi i qëndrueshëm i borxhit publik dhe sigurimi i likuiditetit të mjaftueshëm gjatë gjithë vitit. Për financimin e deficitit është planifikuar huazim në tregjet e brendshme dhe të jashtme.